Mirëmbrëma, jemi në emisionin Pa Kompromis në Bulevard Televizion. I ftuarim i sonshëm është zoti Iglicara, një emër i njohur në politikë, i mandatuar si deputet, ndërkohë drejtuesi i Partisë Demokratike në Durrës, kandidat në zgjedhjet vendore, ndërkohë edhe kandidat tashmë i listuar në qarkun e Durrësit. Zoti Iglicara, faleminderit që gjetët kohën sonte për të qenë bashkë në emision. Dhe madje sonte që zyrtarisht është hapur dhe fushata e Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, Artur, të falenderoj për ftesën dhe njëkohësisht ju uroj televizionit tuaj rrugë të mbartë, suksese dhe në shërbim të qytetarëve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Iglicara, gjithmonë kemi bashkëpunuar me Bulevardin, sepse Bulevardi kemi të gjitha projektet që kemi hapur, por në një moment disi të ndryshëm nga herë të tjera. Do të fjalë për një mandat të stërgjatur të Partisë Socialiste dhe një Parti Demokratike cila ka kaluar një krizë, për të thënë vërtetën, dhe më pas është rikthyer për të pretenduar fitimin e zgjedhjeve. Unë zoti Iglicara, ne do t'i marrim, do kemi kohë në minutazhin tonë për t'i marrë me radhë gjitha. Unë do doja fillimisht një mendim tuaj, duke qenë një njohës i mirë i politikës, por njëkohësisht edhe një nga emrat e njohur në Durrës. Atë që ka ndodhur me Partinë Demokratike, kemi pasur 4 procese të cilat mund të themi që mund ta kenë çuar Partinë Demokratike në krizë ose jo, kjo mbetet për ta thënë ju, por kemi pasur ndarjen territoriale, e cila Partia Demokratike bojkotoi, kemi pasur dorëzimin e mandateve dhe kemi pasur edhe bojkotin e zgjedhjeve lokale. Ndërkohë që ka i pas edhe një proces Partia Demokratike për një qeveri teknike i cili nuk realizua. Sa ndikuan këto 4 proceset për të çuar Partinë Demokratike në krizë, ishin këto apo pati dhe faktorë tjerë që çuan Partinë Demokratike në krizë? Një parti e cila ka vlerët e vetë, një parti e cila ka rrezuar sistemin, e cila ka drejtuar, ka pasur edhe pushtetin dhe ndodhen ato që ndodhen. Me të drejtë, Artur, ju e nisët me Partinë Demokratike, me këtë forcë politike që pas vitit 90 ka qenë dhe forcë udhëheqëse e këtij vendi. Dhe me të drejtë bëhet një pyetje ka ndikuar pikërisht të ngjarje, sidomos të 8 viteve të fundit në Partinë Demokratike, që do të thotë që mosmarrja pjesë në ndarje territoriale, që në mendimin tim ka qenë shumë e gabuar, sepse mos marrësh pjesë pikërisht kur përcaktohen rregullat e lojës edhe aq më tepër kushtet se si do të bëhet, është një gabim i rëndë. Siç është gabim i rëndë mbrapa dhe lënia mandateve, sepse t'i lesh fushë të lirë kundërshtarit politik nuk është kurrë gjëja e dur, sepse tani më ne po vuajmë pikërisht ato pasoja. Mos hyrja në zgjedhjet lokale 2019 ishte një tjetër gabim i rëndë, sepse i dha mundësi të marrë të gjithë bashkitë, dhe kjo do të thotë që të gjitha pushtetet kaluan në dorë të Ramës, se pushtetet në demokraci, siç ju e dini, janë pikërisht parlamenti, është qeveria, është pushteti lokal, presidenca, mediat e gjitha, por i lam një pushtet shumë të madh që është pushteti lokal, i cili ndikon drejt për drejti në çdo familje, në çdo qytetar. Zoti Iglicara, ka pasur sondazhe nëse Partia Demokratike do të hynte në zgjedhjet lokale, do ishte fituese në Durrës, pakon duke pasur parasysh mënyrën e organizimit të tyre dhe kandidaturët që kishin vënë përballë. Dhe kjo u duk sikur demokratët i penalizoi për lloj ftofi, ndërkohë që u qartësuan edhe listat, ato që nuk shkuan votime, pra ishte një thirrje mos marr pjesë dhe identifikoi edhe votuesi. Jo, është shumë saktë. Së pari, unë mendoj që një forcë politike në çdo rast duhet të jetë në garë. Në çdo rast, se fundja për çfarë ekzistojnë forcat politike? Forcat politike ekzistojnë për garë. Për garën, për t'i ofruar qytetarëve një mundësi reale për të zgjedhur qytetarët. Dhe ajo që ju theksuat është fakti që në atë garë në 2019, në fakti që nuk shkuan, demokratët në një farë mënyrë evidentoi eksaktësisht përballë kundërshtarit tonë politik Partisë Socialiste të gjithë votuesit, kush janë demokratë. Dhe kjo i ka dhënë pasojë edhe mbrapa. Por mbi të gjitha pasojë më e madhe është që 4 vite janë shumë për një qytet apo për gjithë qytetet e Shqipërisë që i qeverisi Partia Socialiste. Dhe për sa i përket sondazhit, në fakt jo vetëm kaq që sondazhet në çdo rast në Durrës janë të tilla që ka garë të vërtet, por kjo na solli edhe pasojë të tjera se më vonë, siç e pam
pasojë që në zgjedhjet e përgjithshme 2021-shit, ku edhe aty ndikuan, se të kesh gjithë pushtetet do të thotë që vetëm numri i administratës në gjithë Shqipëri ato e çuan nga 135.000 që ka pasur në kohën e qeverisë Partisë Demokratike në 200, mbi 200.000. Numër mandate për pak vota ka ndodhur diçka e tillë. Edhe në 2021. Nga informacionet që kemi në media. Po, dhe aq më tepër në 2021-shin, rezultati ndodhet se nëse koalicioni do të ishte i bashkuar, do të ishte 7-7, sepse 9.500 vota në sajt të sistemit që një mandate me partia më e madhe që është Partia Socialiste. Në këtë rast. Pra, dëmet kanë qenë të mëdha. Mendojmë që do t'i riparojmë, kuptohet që vështirësitë kemi para dhe nuk është vetëm ky rasti. Zotëtar, jo bërë këtë pyetjen e fundit për sa i përket qeverisë teknike për një gjë jo thjesht për qëndrimin opozitar, për të mos pranuar një kryeminist për zhvilluar zgjedhjet duke pasur parasysh edhe kontestimet që ju keni pasur vazhdimisht për mënyrën se janë bërë zgjedhjet, për abuzimet që është bërë me votën, për blerjen e votës apo gjithë dosat që janë në SPAK. Por e bëra më shumë për këtë sepse demokratët u ndjen përballë një presioni për të marrë pjesë në protestat e juaja, por të shkojnë në fund sepse nuk prodhuan rezultate tash më në zgjedhje. Jemi me Ramën përsëri. Po, kjo është sa do kërcënoj këtë proces gjithë. Dhe ky është dëmi më i madh, sepse neve në të gjitha rastet në veprimet e një force politike nuk është se thjesht do mund të bëjnë dëm në një forcë politike, bëhet fjalë këtë dëm që të lek në qytetarët. Se këtu nuk bëhet fjalë për thjesht për numrin e demokratëve që në gjithë Shqipëria janë 40.000. Këtu bëhet fjalë që kjo Shqipëri është 4.7 milionë banor. Dhe dëmi është shumë i madh. Në këtë kontekst jam dakord me ju që është një dëm shumë i madh. Zoti Çara, përpos këtyre që përmendëm, Partia Demokratike 2 muaj para zgjedhjeve, afërsisht 2 muaj e gjysmë, futi një proces demokratik. Normalisht që zhvillohet në shumë vende të botës, por u futi një proces që u duk si i shpejt, u kontestua, pati edhe qef mbetje që primarët. Ju keni qenë pjesë e primarëve vetë dhe keni qenë një nga më i votuarit, faktikisht, dhe jeni pjesë edhe e listës së mbyllur, ndërkohë që nuk u zbatuai njëjti parim të gjithë primarët që ndodhen, sepse pati edhe emra të tjerë në rreth të tjera, të cilët dolën me të votuar, por nuk u futën në listat mbyllura. Pyetja ime është çik më konkrete për të pasur parasysh ata që është edhe thelbi i kësaj. A ishte momenti jo i dur për të bërë primarët për në një periudhë kohë 2 muaj e gjysmë para zgjedhjeve? Listimi i emrave aty ishte jo i duri, pra më duhet të kishte edhe emra të tjerë. Nisem nga fakti që 5 drejtues të degës së Durrësit nuk janë në listën e deputetëve aktualisht. Ose mund të ketë arsye të tjera që ju mund t'i thoni. Jo, atë primarët u mendoj që ishte një proces i cili ishte mbi gjitha statutor. Në qoftë kujtohet, në dhjetor edhe demokratik patjetër. Në dhjetor 2021 ne vendosëm që do t'i bëjmë dhe i qëndruam besnik asaj çfarë kemi shkruar. Ndofta keni drejt për sa i përket kohës, se mirë do të ishte që të ishin bërë 6 muaj para. Sepse edhe në këtë moment është edhe akoma më mirë dhe jo në mes si thua se krijon do që mbetjet. Por gjithsesi kjo tani ka ndodhur dhe nuk mund të qamet për pjesën e kaluar. Për sa i përket në figurave që ju thatë të nderuara, unë mendoj që ato përsëri do jenë pjesë e Partisë Demokratike, me sa di kanë shprehur vetë dëshirën mos të jenë pjesë e listës hapur. Disa. Jo të gjithë. Nga informacioni im, zoti Burgier nuk ka shprehur që s'do jetë në listën e hapur. Zoti Xhaferi ka shprehur paktën nga kontaktet që kam. Dhe unë kam kontaktet, paktën di që janë kontaktuar. Po gjithsesi që rëndësi ka, unë nuk e di eksakt. Jo thjesht por kontributin që ato kanë Partia Demokratike. Kontributin që ato kanë. Unë nuk kam dëgjuar deklaratë të kërkujt që thotë kam dashur të jem në listë hapur. Zoti ka bërë një deklaratë të bujshme, ka thënë po bën pazare. Nuk e di çfarë thotë zoti, nuk e kam dëgjuar, po zoti Xhaferi nuk ka parë. Jo, nëse e ka thënë, atëherë zoti Xhaferi duhet të referohet ndonjë fakti konkret. Zoti Xhaferi me sa mbaj mend nuk ka qenë pjesë e primarëve. Jo, nuk ka qenë. Dhe në momentin që nuk e pjesë. Jo, nëse nuk e marr pjesë në primare, do thotë që e ke shprehur vullnetarisht që nuk do të jesh pjesë e listës deputetëve. Se një nga kushtet që të jesh pjesë e listës duhet të hysh primare. Tani nëse unë nuk kam nevojë zoti Xhaferi që unë kam respekt personal, pa diskutim, por mendoj që ka qenë vendimi i tij. Jo, ne analizojmë procesin. Mos jetë, që do të thotë zoti Xhaferi përderisa nuk ka qenë primare, do të thotë që nuk ka pasur dëshirë dhe me sa di ka qenë me vendimi i tij që mos jetë pjesë e listës Partisë Demokratike. E garimit për zgjedhjet. Po. Kjo është fakti. Atëherë
zotësarët të ndalemi ke një moment tjetër i cili paka shumë kanë gjallur debate, ne paka shumë jemi këtu ke kjo që unë do ju pyes, ka të bëjë me kodin zgjedhor. Dy partitë të mëdha kanë vendosur listat mbyllura dhe listat të hapura. Pra, unë kam pyetur edhe zotin Bylik Bashi, i cili ne kishte ftuar, dhe pyetja ime ishte ky kodi më i mirë zgjedhor apo kjo ishte mundësia që ju dha Partia Demokratike. Dhe do ishte më mirë që Partia Demokratike të hynte në listat të hapura. Pra, primarët e Partisë Demokratike të ishin edhe kjo listë. Kush do fitonte më shumë? Duke dhënë një mundësi qytetarëve për të bërë zgjedhjen e tyre të vërtetë. Sepse i bie që Durrësi ka 14 mandate, po marrin një opinion ndërsakësh 5 janë të mbyllur dhe i bie që 112 kandidatë do luftojnë për 4 vende. Pra duket si ngjarje pa barabartë këtu. Jam dakord. Mendimin tim, me që jemi edhe në këtë emision pa kompromis, atëherë unë do të them që ju keni plotësisht drejtë dhe unë kam shprehur mendimin tim hapur me kohë. Mendimi im është për lista 100% hapura, gjithmonë, pa diskutim. Gjithsesi kjo, siç kam diskutuar me kolegë, ka qenë dhe një lloj kushtëzimi nga mazhoranca, por gjithsesi prap mendoj që lista duhet të ishin 100% hapura. Ose, nëse do të flasim për një sistem zgjedhor, pse jo edhe për një proporcional kombëtar, apo dhe në atë sistem që kemi pasur që ishte i përzierë 2005 në fakt duhet të thënë që është një sistem shumë i mirë, që do të thotë partia ka mundësi të ruajë edhe figurat politike me 40% nëse ju kujtohet nga 140 mandate 100 ishin në përballje të drejtë për drejtë dhe 40 mandate merreshin direkt nga lista e partisë. Nëse ju kujtohet, pra ato që futeshin tek proporcionali. Pra sistemi i përzierë mazhoritar plus proporcional në mendimin tim është më i efektshëm. Së pari qytetarët e një zone kanë deputetin e tyre që është konkretisht vetëm për një zonë, jo siç është tani që një deputet nuk është se është deputet zone për një zonë caktuar. Për shembull, nëse dikur kemi pasur një deputet ose 3 deputet në Durrës, ka qenë zoti Oketa, Juka, Xhaferi, dihenin që i kishin një zonë të caktuar apo jo. Dhe në këtë moment duhet të thënë që kjo është një zonë se edhe qytetarët kishin një person direkt politikan për të cilit kishte dikur dhe një zyrpritje nëse i kujtohet për të shprehur mendimet apo problemet që ato kishin. Kjo do të ishte ideale. Gjithsesi tani më jemi përballë faktit. Edhe ne po diskutojmë, ndajmë opinionet. Bim dakord, besoj bashkë që është më e mira e mundshme e 2005-s, por edhe në këtë rast, në momentin që hyni një garë, edhe tani koha ka kaluar, do luajmë këto rregulla që janë. Atëherë edhe diçka tjetër këtu, Iglike, ke qëndrimi ndaj partive të vogla, duket sikur dy partitë e mëdha kanë vendosur hegemoninë e tyre. Pra, duket sikur kodi zgjedhor jo thjesht brenda jush ose brenda Partisë Socialiste, por duket sikur ka penalizuar partitë e vogla pra për të sjellë një frym ndoshta ndryshe, pikpamje ndryshe sepse politika është proces gjithmonë dhe evolon. Atëherë, çfarë kam bërë në re në tërë këtë proces? Unë jam dakord dhe e shpreha për më parë, proporcional kombëtar, ndofta do të ishte ideali. Jetë ideale. Sepse duhet të themi që gjithë mund të krijojnë aq vota sa të kenë një zë në parlament. Apo. Gjithsesi, në këtë moment është një moment i vështirë për të thënë që vlen më kjo që do të them, por atëherë ideja është që në këtë moment me këtë kod që kemi, partitë e vogla, do të ishte mirë që të ishin të grupuar pranë një koalicioni opozitar nëse janë opozitare. Sepse tani themi shumë që qytetarët kanë oferta nga partitë opozitare, por përveç koalicionit kryesor, që është koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Shtuar, kemi edhe këto koalicione të tjera. Kishte një pyetje të dytë këtë që ka pasur tentativa për të pasur partitë të vogla në koalicion. Dhe pse nuk u arrit, sepse të gjithë janë kundër Ramës, faktikisht gjithë deklarohen kundër qeverisjes. Po më Ramës si kryeministër, sepse qeverisja do të ishte fjala më dur. Por në fundit kemi blokë opozitare të ndryshme. Tani këtu do ta bëjmë një debat shumë thjesht. Atëherë, çfarë është demokracia? Demokracia është pushtet vote. Apo ja? Tu bim dakord? Po. Atëherë, si mundesh të bësh ndryshimin? Përsëri me anë votës na duhen 71 vota ose 50.1. Numrat nuk të lën të plotësosh dëshirat. Numrat o i ke, o nuk i ke. Kuptohet që ndryshimi do ishte shumë i sigurt, absolutisht i sigurt, nëse të gjithë forcat opozitare do të ishin në një
që do të themi në një llogore, apo ja. Disa parti për mendimin e tyre, për interesat e tyre kanë zgjedhur që të garojnë veçantë. Këtu duhet të sqarojmë pak qytetarët për arsye të kodit çfarë ndodh. Dhe këtu do t'i referohemi 2021-shit për të kuptuar qytetarët se pse është shumë e rëndësishme para se të votojnë të mendojnë si duhet ta jetë mbotën. Në 2021-shin 9400 ca 9500 vota të Partisë Lirisë, për arsye se nuk plotësoi dot mandatin në 10000, kush i mori të është pyetja? I mori Rama. Dhe sot Rama ka 8 mandate në Durrës dhe ne kemi 6. Nëse do të ishim të bashkuar, do të ishim 7 me 7, apo? Tani jemi përsëri në zgjedhjet 2025-s pas 4 viteve. Qytetarët duhet të kuptojnë që çdo votë e cila nuk prodhon mandat, pra të gjithë që do marrë 1000, 2000, 500, 2000, të gjitha këto, pa dashje apo me dashje, me vullnet apo jo me vullnet, do të shkojnë, në qoftë se nuk prodhojnë mandat, tek thesi Ramës. Pra, prandaj dhe shumë rëndësishme që të kuptojmë ndryshimi, duhet vi duke përcaktuar qartë dhe çfarë don. Unë e kuptoj që te partitë opozitare që janë në koalicione të tjera, kanë dhe njerëz të cilët i respektoj. Por ama nuk mund të rri pa thënë të vërtetën që këto parti, të cilat siç janë të gjitha sondazhet, pa përjashtim, në Durrës nuk prodhojnë mandat. Nuk ka asnjë sondazh që i nxjerr që i kalojnë në asnjë rast as 3%. Atëherë, në këtë rast, duhet thënë që këto vota do të shkojnë tek Rama. Dhe prandaj themi votuesit, nëse doni ndryshimin, të paktën për Durrësin, që të jemi real, sepse këtu janë sondazhet aty, duhet të votojnë tek koalicioni opozitar i madh. Se kjo është punë numësh. Me vetë, sa do të mundohemi të themi fjalë të bukura, në finale janë numrat. Patjetër, jam shumë dakord me këtë që thoni, për ka një qendrim të partive të vogla, të cilët thonë në 12 vite ju ishit këtu dhe nuk arritët dot. Dhe ka pasur edhe qendrime të përcaktuara, pra qoftë për lidershipin e Partisë Demokratike, por edhe për qendrimin që marrë për institucionin e drejtësisë së SPAK-u. Dhe shpeshherë janë gjetur si mënyra për të justifikuar mos pjesëmarrjen në koalicion. Okej, e kuptova. Pra ato, nëse i referohen deklaratave të partive të vogla, thonin që nuk bëjmë koalicion me e para ca kohësh ne nuk kishim vulën dhe ne e morëm disa muaj para që ose kujtohet, apo si ishim proces zgjedhor, por edhe për sa i përket procesit për doktor Berisha non grata. Vula ishte gjë mbrëmshme, se ishte vula betejë e juaj. Gjithsesi në 2023-shin unë personalisht kam qenë penalizuar sepse për të thënë vërtetën, hym në zgjedhje pa logo, pa komisioner, pa vërtetës, dhe kjo ishte dëm i rënd apo kushdo, pra aty është në fushë betejës pa ekip, pa uniform. Dhe ishte, po gjithsesi se nuk duhet qami për ato që kanë kaluar. Atëherë, unë e kuptoj shumë. Por ideja që unë e kuptoj shumë mirë, deri në atë moment unë i mirë kuptoja. Tani më duhet të kuptojmë kush është qëllimi kryesor kur hyn në zgjedhje. Për të bërë qefe ose jo, për të shprehur një vullnet për të rrëzuar Ramën, apo për të nxjerrë dikë deputet. Nëse do më pyesësh sot Iglicarën, unë jam i gatshëm mos e marr mandatin tim vetëm të rrëzohet Rama. Pse e them këtë? Sepse një deputet i cili nuk bën dot ndryshim në jetën e qytetarit, po thjesht ka vetëm një zë, kuptohet që nuk e plotson dot atë që duam. Dhe në këtë moment çfarë duhet të them? Të gjithë duhet të jenë të kujdesshëm, sepse mbi të gjitha qëllimi kryesor i një force politike është të rrëzojë atë që i bën dëm familjeve, Durrësit dhe Shqipërisë. Pra nuk bëhet fjalë thjesht që do të dali apo jo Igli, se e kam bezdit për me emra të tjerë, moment që nuk i kam në studio. Nuk është kjo rëndësishme. Prandaj edhe unë e kërkoj që votojmë pikërisht këtë koalicion të madh, e cila ka mundësi reale të bëjë ndryshimin. Mund të pëlqejë shumë politikan, nga pikpamje personale, por në finale mbahet mend bëre apo s'bëre ndryshimin turi. Se tash mund të ketë politikan që nuk janë të koalicioni i ynë, po që unë i respektoj sepse kanë mendim të drejtë. Por gjithsesi në finale, puna është bën dot ndryshim apo s'bën dot ndryshim. Dhe kjo është që duhet preokupoj çdo njeri. Edhe ju, pyetja është, ore, bën ndryshimin apo jo? Nëse nuk e bën, kemi pas politikan ekselent që nga viti 92. Por që nuk kanë arritur dot,
që të plotësojmë pikërisht atë kushtin e domosdoshëm që tash fillim që të bëjnë votat për të arritur numrin 71 në parlament. Se këtë për sistem kemi zgjedhur. Duhet të kesh votat në parlament dhe nga parlamenti burojnë pastaj të gjitha organet drejtuese që thonë të Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nuk lejnë me prodhu vota. Pyetja është, jam dakord. Sot kemi edhe parti të tjera, për shembull, pyetja është kur u bë ky ndryshim? Në kohën ku në Partinë Demokratike ishte zoti Basha? Apo ky është ndryshimi. Me sekretari i Partisë Demokratike, keni votuar ju për atë? Po, pikërisht pra. Nuk majnë përgjegjësi qytetarët. Ky gabim, jo, pa diskutim që nuk majnë përgjegjësi dhe nuk unë qytetarët në këtë moment s'kan asnjë lloj faje, biles në krahas janë viktima. Demokratët janë orientuar politikisht, sepse unë kam 3 dekada që janë në këtë pozicion, janë orientuar për ta votuar zotin Basha, edhe me një lloj ndërhyrje nga leadershipi i madh në Tiranë. Dhe për ta thënë hap ose fare, informacioni është shumë i sigurt. Në Durrës ka fituar zoti Eldashi, janë rrugu tiet Maminës. Është i fakt. Pra, kjo nuk besoj që ka bërë mirë Partia Demokratike. Ja. Nuk e ka bërë mirë absolutisht. Sidomos në krahas të ndjes që. Por duke qenë unë kam qenë zëdhënës se ti në fushat dhe ju dini shumë mirë. I ndjerë Eldashi, por po them që ky është i fakt. Dhe partitë e vogla tani këtu thonë që këto dyja nuk lejnë me ngret kokër, mos siç e bën bazare Jeremi tjetër, merr me amnistin që u bën, u mblodhën votat, dorëzimi i mandatit dhe dha mundësi Ramës që të fusin njerëz pa identitet. Për funi fare të që ke lista PD-s, pa integritet, ju thatë që kemi prodhu politikan, në fakt çka kemi parë aty pas dyshim për gjithë Shqipërinë, se kisha vetëm për çka kemi parë ato që kanë dorëzim në mandat dhe pastaj asgjik. Ajo është dëmi më i madh, të mendosh tu që ky bateria e dytë që ose do e quajmë, se me të drejtën nuk ju kushtua vëmendje duhur pjesës mbrapa. Dhe Rama me anë të atyre deputetëve ka lënë disa ligje shumë të dëmshme. Siç është ligji dhe që prek direkt qytetin e Durrësit, ligji Portit. Se Porti ka kaluar pikërisht. Dhe unë jam i sigurt që asnjëri nga ato që kanë ngritur kartonin nuk e ka ditur çfarë ka votuar. Kanë bërë shanse digje me Portin, ke pas marrëdhënie të acaruara. Të shkputemi për pak reklam dhe do rikthehemi përsëri në pjesën e dytë, në bllokun e dytë, ku do kemi mundësi të diskutojmë edhe gjërat pastaj që kanë bërë me programin e juaj, me qeverisjen edhe me momentet të tjera. Reklami lutem. Atëherë rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit të Pakompromisë në Bulevard Televizion. I ftuari im është zoti Iglit Cara, kandidat i koalicionit Shqipëria Masore për qarkun e Durrësit. Një nga emrat e njohur në politikë. Kemi diskutuar në pjesën e parë për problematikën e Partisë Demokratike për të ardhur deri në zgjedhje, për kodin zgjedhor, për primarët, për listimin e emrave në listën e deputetëve, për të kaluar tani një pjesë tjetër të formatit të emisionit, cili ka të bëjë me qeverisjen. Zoti Cara, tashmë ju keni filluar kontaktet e para me njerëzit, keni filluar kontaktet e para për fushatën, sepse kontaktet me njerëzit keni vazhdimisht, po keni filluar tani me atë që quhet fushat. Kemi hyrë fushat, zyrtarisht. Eksakt. Edhe zyrtarisht. Unë do doja një perceptim të parë të qytetarët që ju keni arritur të konstatoni në takimet e para, por të shkuar pastaj më pas tek problematika e madhe 12 vjet e qeverisjes, që ju shpesh keni denoncuar, por të ndarë edhe në momentet të veçanta, dhe unë siguroj që minutazhin e keni për të prekur të gjitha gjërat, ju keni qenë një kritik shumë i ashpër, keni marrë një qendrim në rrjetet sociale, në deklaratat, lidhur edhe me fenomenin që tashmë është bërë fenomeni i Portit. Por ndërkohë edhe me Veliera, ku diun, një monument aty që as nuk inaugurohet, as nuk prishet, as nuk u jep punë kërkujt. Edhe 10 milionë euro dhe kështu që atëherë ju thatë që kemi në fushat, dhe është vërtet, në fakt ne kemi kohë që jemi në fushat, por tani jemi zyrtarisht. Çfarë kam kuptuar në të fushat në takimet me njerëzit me shtrëngimet e duarve? Që qytetarët janë hall. Që do të thotë? Pas 12 viteve të pushtetit të Ramës, gjëja parë që kur bisedojmë me qytetarë është pyetja si jeni ndjerë në këto 12 vite. Apo jo? Dhe kush është gjëja kryesore në një fushat? 3 mandate të lodhshëm. Jo vetëm të lodhshëm, po nuk është thjesht të lodhshëm. Ne do të kthehemi. Kush gjëja më e rëndësishme për ju? Është familja apo jo? Për këdo.
Pyes është Durrës, gjë kryesor është familja. A janë sot familjet shqiptare më të varfra? Po. Sepse këte nuk e të them unë. Po e thot Instati. Sot, të ardhurat për frym, mesatërisht për 65% popullsisë janë 5 euro në ditë. Pensionet për 65% popullsisë ju e dini, sidomos për zonat rurale, për ato që kanë punuar në kooperativat e dikurshme e fermave, janë 80 dhe në 110.000 lekë. Sot çmimet janë shumë më të shtrenjta se më parë, apo jo? Se edhe këto janë të dhënat e Instatit, jo të Iglit. Sot energjia elektrike kushton. Sot euro edhe remitancat që vinë dikur ishte me 140 këmbimi, sot është me 100, apo jo? Nafta është më e shtrenjtë. Çdo gjë është shtrenjtuar. Dhe të llogaritësh që ka një pjesë më e madhe e popullsisë jeton me një minimum jetik. Dhe në këtë moment, gjëja e parë që të vjen në mendjen si politikan është përpara se të bësh politik, ti thuash unë të ofroj një mundësi që familja jote të ketë të ardhur më të mira, pra të kesh një jetesë më të mirë, se në finale qeveria në anë politikave të saj këtë bën. Krijon kushtet më të mira që qytetarët të jenë ekonomikisht më mirë, o të jenë më të lumtur, se finale kjo është ka edhe një koeficient për lumturinë. Tani, dhe për këtë rast kemi propozime konkrete që mos shkëputen, që do të thotë kur një pension ka këto shifra, ne themi do të ketë një minimum, jo vetëm për pensionistët, por edhe me ato që janë sot me ndihmë sociale që marrin nga bashkia 50.000 lekë, ne do të themi ke minimumi 200 euro. Por nuk mjafton kjo, themi do të marrësh dhe 20% shtesë me kartën e konsumit, pra kur ti shkon blen. Karta rim mbushet me 20% asaj që ke harxuar. Që të thonë shkon 240. Dhe momentin që dy fishoj pensionin, dhe nëse janë dy pensionista, nuk janë pak, është një pension i ri, apo jo, që shtohet. 240.000 lekë më shumë vetëm nga pensioni. Po kur them që do të ulë energjinë elektrike, dikush më thotë, po çfarë për 15.000 lekë vjetra? Po, pensionisti ka nevojë edhe për 15.000 lekë vjetra. Kur them që do të ulë dhe ujin, kur them që do të ulë dhe ujin 10.000 lekë, dikush më thotë pse për këto 25-30.000 lekë shtesë përveç 240, po ja shkuan 300.000 lekë. Po naftën, që themi nga 1.800 do të çojmë çmimin 1.200, është 600 lekë për litër. Kushdo që sot përdor makinë 200 litra në muaj i harxhon, po në 600 lekë kursimi janë 120.000 lekë të tjera. Për të mos ndërprerë atë rrjedhën logjike. A janë të mundshme, a realizohen? Këto do dal, të falenderoj për pyetjen se është pyetje është thelbësore kjo pyetje që bëhet. Me të drejtë, për çdo opinion qytetarë do më mirë, por ku do gjejnë lekët sot qytetarë? Me të drejtë merrni këtë përgjigje dhe sfidoj çdo për këtë përgjigje të jap. Atëherë, zoti Rama paracakohesh tha që gropa që kemi ne tek pensionet është 500 milionë euro. Që si kujtohet, apo jo? Atëherë, dakord, një shumë e madhe është 500 milionë euro shumë. Momentin që them që vetëm nga kontrolli i lartë i shtetit në vit shpërdoron 1.1 miliard euro dhe në 12 vite janë shpërdoruar, po kjo shumë avërsisht, pra janë 12 miliard euro. Mund të më thot njëri më që nuk bëhet rritja pensionive? Çfarë do të thotë? Që të menaxhosh që nuk do bëni edhe ju kështu si këto? Ajo, atëherë do të vi një moment. Si lekët janë, po. Janë lekët. Pra bin dakord që lekët janë. Lekët janë, çfarë do bëni ju? Dakord. Lekët janë. Kjo bëram dakord të dy që lekët çekan. Pra duhet një mirë përdorim i fondeve publike, mos zhvillen dhe të shkojnë te qytetarët. Sepse unë mendoj që një para është shumë më mirë tek xhepi i qytetarit sesa tek patronazhisë, sepse kjo çfarë do krijojë? Megjithatë kjo do krijojë një konsum më të madh. Po krijojë konsum më të madh ka më tepër lëvizje, edhe biznesi fitojë më shumë, edhe unë këtë para që në duket sikur e largoj nga unë e ri marr me anë të taksave që folën. Apo sepse shteti me takse jeton. Pikërisht nga taksat që i merren të gjithë qytetarëve. Se ky është buxheti i shtetit, nuk është se ne presim para tek banka. Apo atëherë prandaj thash, dhe aq më tepër ne kemi disa ngjarje shumë të rënda në këto 12 vite. Kemi koncesionet të cilat tani më janë të vërtetuara, që janë koncesionet të cilat kanë shkuar tek xhepat e miqve të Ramës. Që do të thotë, tuk do që tek koncesionet në shëndetësi, kanë përgatitur dosje ke infrastruktura për një tunel të Llogaras, që ose kujtohet 50 milionë euro për 2 muaj vonesë, pa llogaritur, që ne tani më po bëjmë rrugë ku dikur ka qenë
1 deri në 3 milion euro kilometri, të shi e kanë çuar 22 milion euro kilometri. Pra, shpërdorimi i parave publike është aq në mënyrë të dukshme, saqë kushdo që don të kuptojë të vërtetën dhe don të besojë të vërtetën, e kupton shumë mirë që pensionet nuk janë një grop e madhe që nuk mbushet. Dhe për më tepër, që të vërtetojmë atë çfarë thanë të dy dhe televizikuesit ta kuptojnë. A është po Rama që deklaroi tani më kur hyn fushat që unë do t'i çoj pensionet 200 euro? Po mirë, pyetja është. Madje ju akuzuat që keni se na me fjalë volli programin ton sepse është e dukshme që e volli se ne kishim 3 muaj që e deklaronim. Dhe ai para 3 muaj unë biles në atko, siç dhe ju e thatë, kam bërë dhe një deklarat. Jo një, po 2 deklaratat mia ku thash pse ndryshoi mendje Rama. Sa ishte Rama që thotë që nuk i rris dot pensionet? Po pse ndryshoi tani? Pse nuk i bëri për 12 vite? A mund të jetë më i besueshëm një njerëz që të gënjen 12 vite? Dhe sot shkon me një ofertë tek qytetari kur nuk e ka bërë për 12 vite, tani më të skaduar. Ka skaduar koha Ramës. Tani do e bëjmë ne. Sepse edhe me thënë të drejtën nuk është as lëmosh dhe jam dhe kundër asaj që thyenin dhe paketë dëmshurie. Jo, nuk është dëmshuri. Është paketë merite, meritokracie. Pensionistët meritojnë të marrin një pension dinjitos, mbi të gjitha përdetyrat e dinjitetit. Që do thotë, është një proces i cili duhet bërë për të gjithë pensionistët, sepse i takon. Kanë punuar gjithë jetën. Prandaj kjo ishte një nga elementet e ekonomisë që tham për të rritur në ekonominë. Por nuk mbaron me kaq. Ne themi sot që përveç familjes, pasi dalim nga dera e shtëpisë, kemi edhe një ambient përbashkët apo që qyteti. Dhe edhe kjo është ajo që quhet familja e madhe, se komunikojmë çdo ditë me njëri tjetrin. Dhe në këtë moment, a është kënaqur qyteti i Durrësit? Unë i pyes të gjithë. A kemi sot ne mundësi për parkimi? Jo, nuk kemi. Gjithë thonë që vuajnë për parkim qytet. Është i vetmi qytet i cili nuk siguron dot parkim, nuk kemi një parkim në Tolçora dhe Gjirokastra ka. A janë rrugët, infrastruktura e rregulluar pas 12 viteve? Autostradët Durrës-Tiranë të gjitha kanë provuar dhe e dinë shumë mirë se sa e dëmshme është. Sepse jo vetëm ka dëmtuar ekonomikisht, sepse duke qenë autostradë me cilësi shumë të dobët, por ka shkaktuar edhe aksidente. Apo jo? A kemi ne sot një proces rindërtimi të përfunduar në Durrës? Po, a ishte zoti Rama që kur ndodhi fatkeqësia tërmeti në 2019 dhe tani më bën afër 6 vite tërë. Tha që brenda 2 viteve do të jetë në fund të 2021 se dyshim maksimumi tash mbyllur. Po si sot jemi në 2025. Ju jeni se edhe keni shkruar, nuk kanë marrë bonus qirat. Ju keni pasur një qendrim si thua zyrtar, po them unë, lidhur me këtë proces, pasi keni deklaruar që janë keq përdorur fondet dhe keni kërkuar edhe krijimin e një komisioni, me sa jam në ndjenim. Është e vërtetë dhe pikërisht pse themi që është abuzuar. Atëherë nga buxheti i shtetit për rindërtimin janë nxjerr 1 miliard euro. 1 miliard, ato më gjova më. Pa llogaritur që sipas zëvendëskryeministit asaj kohe dhe ministrit për rindërtimin, zotë Tameta, ishin dhe 1 miliard euro, kur u kthye nëse kujtohet, donacione. Pra afërsisht 2 miliard euro, kështu? Këto 2 miliard euro dhe kushe që po mbyllet viti 6 dhe nuk ka përfunduar. A ka të drejtën çdo njeri të pyesi, ore, ku kanë shkuar 2 miliard euro përderisa akoma pjesa më e madhe nuk janë futur në shtëpi, dhe aq më tepër nuk kanë marrë as bonuset tjera. Dhe pyetja vazhdon më tej, se ju e thatë shumë mirë, ne kemi kërkuar komisionit timor në parlament, se të vetmën kartë që ka opozita për të kërkuar është hapësirë ligjore. Po, hapësirë ligjore kushtetuese, komisioni. Pse nuk na jepet mundësia që të kontrollojmë se ku kanë shkuar parat qytetarë? Pse nuk na jepet mundësia të kontrollojmë pikërisht pallatet? Dhe nëse në një pallat me letra kemi të deklaruar 2 milion euro riparime, pse nuk na jepet mundësia që të shohim, janë 2 milion euro të hullur në një ndërtim? Po sa të tillë janë? Pse ka frikë zonja Sako të kontrollohet nga antarët e Këshillit Bashkiak, nga komisioni timor që u kërkua dhe në Këshill Bashkiak? Edhe aty po me forcën e kartonit mua. Pse ka frikë zonja Sako? Një që është i ndershëm, thotë hajde bëjmë. Zotëtar, mund dikonte denoncimi juaj në SPAK, nëse ka fakte,
Pra mund të çoni një dosje në SPAK nëse Dosja është dërguar. Është dërguar dosja. E konfirmonim që është dërguar. Atëherë ka vetëm një gjë që të gjithë këtij grupimi që ka vjedhur Durrësin, pra këtij grupimi të cilët ka dëmtuar qytetin e Durrësit, jo vetëm në shpërdorim fondë, por kanë dëmtuar edhe në imazhe. Se nuk kanë vetëm fondet e ndërtimit, nuk kanë vetëm fondet. Prandaj tash janë shumë, duhet të kuptojnë diçka që dita për gjykimin e tyre do të vijë. Dhe kjo është e sigurt. Se edhe e parashkruar në ligj është që ka afate, mos kujtojnë se duke kaluar vite do të harrohet. Asnjë euro që është përdoruar nga fondet e qytetarëve të Durrësit nuk do të harrohet. Dhe për këtë jap fjalën edhe teleshikuesve tuaj. Do ndjekim në çdo euro që këto kanë shpërdoruar. Që do të thotë, pasuritë e qytetarëve të Durrësit, e pronave të tyre, nuk do të lehen pa u kontrolluar. Që do të thotë, nuk mundet, dhe është detyrë e çdo politikani të ndershëm që kur sheh abuzim e ka për detyrë të denoncojë. Por jo vetëm. Në momentin që do ketë mundësi dhe hapësira ligjore, pra që do të ketë dhe forcën e kartonit, dhe kjo patjetër që do të ndërhyjë dhe patjetër që do jenë organet pastaj ligjvatuese që do të vërtetojnë. Për të ndarë një moment tjetër që unë thash tek pyetja juaj, keni qenë një nga zërat më kritik lidhur me një investim që po bëhet në Port, i cili po deklarohet se një investim shumë i madh nga qeveria që do sjelli shumë të ardhura, por në fakt ju keni pasur një kundërshtrim tjetër, një qëndrim denoncues. Çfarë po ndodh faktikisht sipas informacioneve që ju keni dhe asaj që keni denoncuar, kuptoj? Atëherë, unë në vitin 2020, për herë të parë në dhjetor 2020, dhe kam deklaruar që afera e portit të Durrësit është më e madhja që ka ndodhur ndonjëherë që është krijuar kombi shqiptar. Që do të thotë, bëhet fjalë për një pasuri publike, e cila sipas servises monitor e gjitha, me gjithë investimet në vite, se ka disa mënyra për llogaritjes, afrohet 3 miliardë euro, me gjithë pasuritë që ka brenda. 3 miliardë euro këtu, që është e brezave, nuk është e krijuar për disa vite. Jipet për ndërtim. Kishe një ombrell që u thamë fillim që do të bëhet marinë vetare, të gjithë më tani nuk ka njeri që atë çfarë thamë atëherë është e vërtetuar, nuk do të ketë marinë. 99% i këtij projekti janë ndërtime, siç keni pa shumë kaçe se kanë filluar 2-3. Pyetja është, kur bën një projekt të tillë, kemi dy palë. Pala shqiptare, që përvojësohet nga qeveria, dhe pala, në këtë rast Alabari, nga pala tjetër. Që do të thotë, dhe ka një vendim të parlamentit, i cili është në kundërshtim me ligjin e stabilizim asociimit që ne aderojmë. Se ligji i stabilizim asociimit thotë që asnjë pronë publike nuk mund të jepet pa garë. Pra ne mund të duam të tavolinën, por pa prokurim nuk bëhet, pra pa garë. Gjithë jemi dëshmitar që u dha pa garë. Dhe bën pikërisht ato deputetët që ju thatë pak më parë se nuk kuptuan dhe bën ligjin. Dhe neni 6 thotë shprehimisht që nuk lejohet, por kaloi kjo fazë. Vazhdojmë, po të dalim në planin ekonomik. Dikush që ka një pasuri 3 miliardë euro, por do shtojnë këtu dhe 2 miliardë euro të tjera që do bëjmë portioneri, apo jo? Se deklaroi Rama para disa ditësh. Por kemi edhe një element tjetër që janë taksat lokale. Ne e dimë gjithë që kur ndërtohet, janë 11% taksa që paguhen para pagim pa filluar të hapësh gropën në ndërtimit, apo jo? Dhe për Bashkinë e Durrësit janë 231 milion euro. Pyetja është, pse duam falur 231 milion euro? Janë shumë? Pa diskutim që janë shumë. 231 milion euro për Bashkinë e Durrësit do të thotë që të ndryshojë rrësisht qyteti. Është, si thua më mirë, është 10 vite buxhet investimi. Se në vit aq që kanë pak a shumë investimin, nga 23 milionë euro janë për 231. Bravo. Po themi 231. Pa llogaritur dhe disa shpenzime të tjera, siç janë kontratat, arbitrazhet e gjitha. Pa llogaritur që ne shteti shqiptar do t'i bëjë edhe ujësjellsin, do t'i bëjë edhe do t'i çojë edhe energjinë tjetër që janë disa miliona të tjera që përsëri dalin nga xhepat tonë. Pra në total bëhet fjalë për rreth 5.4-5.5 miliardë euro. Do më ndiq pak se shumë interesante. Po Alabari, si palë, me që ky projekt do të kalojë 2 miliardë euro siç duket, po themi sikur të ishte 2.
çfarë investon? Dakor, ne po japim gjithë këto prona, edhe këto para nga xhepat tonë. Po Alabari çfarë do ulli? Alabari thotë që unë do të jap 80 milion euro cash dhe 80 me bankë, me kredi. Që do të thotë, ne po ullim 5.4 me 160 milion euro. Pra vështisht 97% me 3%. Në shumë? Të që ke ky 97 me 3% që po hargjojmë ne, se po shkatrojmë një port, po ndërtojmë një tri, dhe në finale, a i thotë që pas 20 viteve, unë do jo jap juve, thotë, 33% të fitimit në qoftë se do fitoj, dhe 67% do t'i marrë Alabar. Pyetja është, po si ka mundësi që ky që fut 3% merr 67% dhe ky që ka 97% investim siç e përmend, pra vlerat portit, porti i ri, se janë gjithë kostotona këtu. Jo, bëhet. Gjithë, edhe dhe këtu çdo shqiptar kupton, ai që thot vetë shqiptar, se vetëm një njeri i cili don të thot nuk ka emër çfarë t'i vej, që mos pranoj faktin që kjo është vjedha më e madhe që është bërë kombit shqiptar. S'ka ndodhur kurrë. Edhe Enver Hoxha nuk e ka bërë këtë. E kam thënë shpesh, di pse e bëj krahasim me Enverin, se ne Enverin e majmë si etalon, si. Po se Enveri është i bën krahasim. Jo, e di pse, sepse Enveri në të gjitha rastet paktën pronë publike nuk fali. Se pyetja është ku e gjen të drejtën Edi Rama që t'japi për ndërtim. Dhe vazhdoj më tej. Se këtë mund ta investigoni edhe ju si media. U deklaruan atë kohë që projekt buxheti që metër katror do të ishte 1500-1700 euro. Ju besoni që aty shitet me 1500 euro? Se 1500 euro nuk ka më ke lagjet e brendshme Durrësit. Nuk e kam faktuar, po është shumë herë. Sa e dini ju? Nuk pa them sepse duhet ta është rëndice. Është rëndice. Duhet ta kenë faktuar, nuk duhet. Është rëndice, më nuk ka problem. Kemi pasi komunikim bashkë, kam thënë që kam një informacion. Është rëndice. Dhe pyetja është rëndice. Keni parë ndonjë vend që të deklarohet se sa kontrata dhe me çfarë vlerë janë bërë? Të kontrata e s'ka. Po është detyrim ligjor që me që Shqipëria është palë për çdo kontratë të deklarohet? Se është detyrim ligjor. Ai më pranar. Sikur të trotet të rregull. Pavarësisht se unë jam dakord fare, po është detyrim. Dhe pyetja është kush po e ndërton këtë? Po e ndërton Alabari apo firmat shqiptare? Se nëse e ndërtojnë firmat shqiptare, po pse duhet fusim Alabarin? Pastaj unë jam kundër procesit që të bëj kjo. Pavarësisht se ka disa njerëz që mendojnë që i shaben zhvillimit. Po pse nuk e bën në Dubrovnik, në Trieste, në Ancona, në Bari? Po pastaj shkojmë dhe çik më tej turma, le ta aprofundoj se ku flas për portin. Aty jam ke ju, po ka një reagim shumë të madh në Ulqin. Bravo. Ja, këtu doja dilje. Lumi Sava kishte një projekt të tillë biles në vlerë më të madhe se vlera e portit Durrësit, u deklaruan atko po nga ky Alabari, që gjithë durrësakët duhet ta kuptojnë që këtu vjen si grabitës prone. 3 miliardë euro. Shkoni sot tek Lumi Sava. Ekziston? Nuk ka projekt. Është investuar gjithsesi pas Forbesit, një nga mediat më prestigjioze që janë vetëm 24 milion euro të ulur. Tani po shitet me parcela. Rëndësishme çfarë do të bëni ju lidhur me këtë, sepse jemi përsëri përballë një fakti. Pra janë bërë hapët ligjor, kundërshtim me ligjit. Ju tani me ardhen në pushtet në një rast të mundshëm. Çfarë qëndrimi do mbani lidhur me këto? Sepse nuk është vetëm porti, po aty njëjtë me portin është edhe një monument që nuk e di se çfarë emri do i vëmë. Kur ti inaugurohet, s'po inaugurohet akoma, është zhvelir. Ka 10 vjet. Është bërë sikur çedër, vetëm. Atëherë unë mendoj Turi që çdo forcë politike mbi të gjitha evidenton probleme. Ne kemi çuar dhe në gjykat dhe në SPAK. Kuptohet që drejtësia po vonon, po unë besoj që drejtësia nuk do të jetë më në çdo rast në urdhrat e Ramës, dhe vi një moment që drejtësia do të veprojë siç duhet. Dhe ky është një rast abuziv që janë shifrat që nuk të lënë të gabosh. Pra duket që është një rast i cili është abuzuar pafund nga pushtetarët e sotëm. Dhe prandaj jam optimist që me ndryshimin e datës 11, me ndryshimin e qeverisjes, patjetër të gjitha këto raste, siç u premtuar pa më parë, do shihen rast pas rasti në denoncime tek organet ligjvatuese. I dalë një pyetje tjetër me që jemi këtu për të mos e nënshkaluar.
Gjithmonë Durrësi është marrë si modeli abuzimit të votës, sidomos në 3 mandatet e fundit, ka pasur edhe dosje për këtë, ka pasur edhe qëndrimi të zyrtarët si parti e opozitës, ndërkohë që ndodh pothuajse njëjti fenomen, pra drejtuesi politik tashmë në Durrës është zonja Sako, ishte zoti Dako, është zonja Sako. Mendoni ju që jo rastisht zgjidhet, sepse nuk besoj që është zgjedhur për nivelin e lartë politik zonja Sako, por për menaxhimin e këtyre fondëve, për rënimet që po i bëhen në rrugëve, për pazaret që po bëhen për votën. Dhe kush do jetë qëndrimi juaj lidhur me këto? Në të së shpejti, në këto ditë ju keni parë të disa denoncime që kemi bërë për zonjën Sako, sidomos për sa i përket asfaltit elektoral, sepse kemi disa rrugë që kanë filluar njëkohësisht të shtrohen në Durrës, dhe me thënë të drejtën është një rast tjetër abuzim, sepse këto rrugë po bëhen thjesht për të gënjur njerëzit, se të gjithë dinë që këto rrugë po bëhen pa kanalizime, pra thjesht po hidhet asfalt. Që do të thotë pas sa kohësh ato do hapën si s'ka ndodhur. Dhe kjo është dëm ekonomik apo jo? Dhe në këtë rast të gjithë përgjegjësit që kanë të nderuar, dhe aq më tepër që kanë bërë në periudhë fushate, se ligji kodit zgjedhor është i qartë, 4 muaj në fushatë zgjedhore nuk mund lejohet të bësh investime, të bësh punësime e me radhë. Pra në këtë rast zonja Sako ka shkelur ligjin dhe përsëri do jetë pjesë e hetimeve. Por këtu në këtë rast duhet të bëhet thirrje të gjithë ekipit të zotit Dako dhe zonjës Sako, se ju thatë një të vërtetë se nuk ka ndryshuar asgjë. Është një njëjti ekip që intimidon punonjësit e administratës, një njëjti ekip që është kudo duke bërë oferta për shitblerje votash, është një njëjti ekip që përdor administratën në mënyrë të pakufishme, dhe ne këtë denoncim kemi bërë, që ne nuk është se kemi përballë një parti në garë. Ne sot kemi një shtet, i cili shto dhe grupet kriminale, shto dhe elemente të tjerë si paraja, janë sot përballë nesh. Ne gjithsesi kjo nuk na bën pesimist. Kuptohet që tani më ligji ka ndryshuar dhe tani më ka dhe një grup të posaçëm në organet e zbatuese për të shëruar pikërisht. E kisha këtë për të bërë si pyetje nisur, doja të thoja edhe nga qëndrimi që ju keni pasur, por ka një marrëveshje nëpërmjet organeve të drejtësisë, Spaku, prokurorisë dhe KQZ-s për krijimin për monitorimin e këtyre shkeljeve. Sa besim keni, sepse ju nuk është gjithmonë keni qenë pro Spakut atë që ka ndodhur, pra keni pasur edhe rezervat e juaja. Sa mendoni që do jetë kjo tani, sepse nuk është vetëm Spaku drejtësia që në Shqipëri? Do jemi vërtet me juturi, unë jam skeptik për atë, sepse normalisht Spaku ka pasur edhe raste të tjera që mund të ndërhyjë dhe nuk ka ndërhyrë. Pra jam skeptik. Gjithsesi, duhet besoj që jam unë gabim dhe të shohim se çfarë produkti do të ketë Spaku. Ndoshta personeli ndërkombëtar do të ketë efektin e vet. Mos harrojmë që Spaku ka një fakt konkret për të ndërhyrë dhe mbi të gjitha për të marrë panderë zonjën Sako. Gjithë dimë që zonja Sako ka 5 vite që firmon afërsisht 3 milion euro në vit për inceneratorët. Të gjithë ne dimë që incenerim nuk ka, djegje nuk ka. Atëherë mjafton ky fakt që zonja Sako duhet merret e panderë? Si zonja Sako ka bos Spaku se ke daja, shkon ajo, nuk është jo, problemi është nuk di informacione s'keni tani. Drejtësia do bëj punën vetë, duhet po vetë. Jo, po nuk ka nevojë për kohë, sepse përderisa un kam faktin. Ku 5 vite nuk ka djegje dhe unë harxoj 3 milion euro në vit, nga 5 janë 15 milion euro. Më fal, çfarë pret më Spaku? Pra, prandaj jam dhe skeptik. Do ta pranojmë që me zotin Velia Spaku ka bërë atë që nuk e ka menduar kush. Po, por të qenë vërtet. As Rama vetë se ka menduar. Ose ka kontribuar, por nuk e di. Këtë nuk e di, të do e shohim, por këtë nuk e di, nuk di të them, por gjithsesi është një për të përshëndetur goditje. Por nuk mjafton. Sepse Velia ishte edhe jo vetëm kryebashkiak i Tiranës, por edhe një njeri shumë aktiv në vota pra ishte. Kam një pyetje që duhet ta bëj qytetarëve të Durrësit me aty. Si ka mundësi që një njeri që votohet për të qenë kryetar e bashkisë për të administruar qytetin, si merr guximin dhe lën këtë punë dhe merret dhe bëhet kryetar e grupit punës për zgjedhjet? Po qytetarëve kujt i shërbën? Po ka qenë në Itali 2 javë, takim me migrantët është bravo, aq më tepër. Pra, qytetarët e Durrësit në këtë rast duhet të kuptojnë që sot në krye të bashkisë Durrësit ka një njeri i cili nuk i shërben atyre
po i shërben pikërisht Ramës dhe grupit tij. Dhe kjo duhet t'i bëj të vetëdijshëm që me datën 11 mos votoj këto njerëz që shërbejnë vetëm njëri tjetrit. Sepse ne shpesh harrojmë dhe themi e kalojmë një fjalë, a mos e kshu janë këto punë. Zoti Sara, sa e vërtetë është, unë do të bëj një pyetje, do të jem shumë i hapur me ju për një pyetje që në fakt shqetëson qytetarët, por ka një ngërç sepse duke mos qenë faktuar. Sa është e vërtetë që edhe nëpërmjet zonjës Sako deklarimi që opozita në Durrës është e blerë dhe nuk mund të bëjë dot më shumë se kaq. Këto pastaj janë si gjithmonë janë helme që i hull majoranca, e kemi dëgjuar kot, kanë 30 vite sa. I keni dëgjuar dhe ju më? Jo, 30 vite këtë punë bëjnë. Ato arrin ka vetëm një grup që është i blerë dhe ai është grupi kriminal i Partisë Socialiste, cilën ka vënë, se thuash, në përdorim edhe një pjesë të mirë të administratës. Se këtu duhet ndajmë se edhe administrata nuk është e tërë e korruptuar, janë pikërisht drejtuesit, se jam treguar gjithmonë në kujdesshëm ku them administrata po punojnë së bashkisë. Ka dhe njerëz që punojnë në djersë ballit dhe e meritojnë rrugë. Flasim për këtë grup. Patjetër, unë e kuptoj që këto gjëra për të justifikuar pikërisht vjedhjet ai duhet gjithmonë çfarë bën, akuzon dikë tjetër. Dhe kjo je sigurt atur që nuk qëndron. Unë jam i sigurt që ka vetëm një palë e cila vjedh, intimidon dhe ndryshon rezultatet. Dhe ajo është gjithmonë pjesa e Partisë Socialiste dhe në Durrës konkretisht është grupi i Dakos dhe Sakos. Në gjithë strukturën e tyre. Dhe një gjë duhet të. Po të shohësh, dhe këtu i bëhet thirrje edhe socialistëve. Do mendojnë që këtu po votojnë dy forca politike apo PD-PS. Në rastin e Partisë Socialiste nuk ka fare Parti Socialiste. Është diçka hibride që ka krijuar zoti Rama, ka ndryshuar dhe jemi nëse ka bërë rilindje, por nuk keni një politik të majtë që të jetë në shërbim të qytetarëve. Se ti je Parti Socialiste, dikur ne kemi pas gara, kemi pas dhe njerëz, me thënë të drejtën, pavarësisht se kishin dallime në bindjet politike, po ishin njerëz të nderuar, që përfaqësonin atë forcë. Sot nuk gjej një socialist tek ajo forcë politike. Një të vetëm nuk e gjej dot. Që të themi që punon në administrat një socialist. Janë gjithë shërbëtor të një regjimi. Mos harroni kur do vi një moment që gjërat do thonë troç, ku edhe mediat nuk e kanë periudhë, po edhe mediat kombëtare do e thënë vërtetën. Tu ja dhe një shifër Artur që duhet të dini. E dini sa paguhet nga buxheti i shtetit për portin e Durrësit për të bërë reklam për të ushit apartamentet? Nuk e di. Por sa kohë që s'kam reklam tu çat të them. Pra, nuk e di. Se s'ke reklam. Do kisha reklam. Se do ishin kushte shumë të mira. 60 milionë euro në vit. Kemi bërë denoncime nga çuara zonja Kalaja në SPAK. 60 milionë euro dalim për të bërë reklam pallateve të Talabarit. Dhe ky më thotë mua nuk kam para për të rritur pagët e pensionit. Po se mund të çosh 60 milionë euro për të bërë reklam që të blen te Kalabar. Po ka gjë më të tmerrshme këtu? Një vend kaq i varfër paguan 60 milionë euro për këtë punë. Pra, e kuptoni se ku ka arritur ky shtet? Pa llogaritur pastaj që ndolën dhe dokumentat që kjo për të pastruar makinën, për të larë makinën 10.000 euro. Kupton, këto janë të tmerrshme. I vjen të kalojmë tek pyetja para fundit sepse edhe minutazhi janë për vendet të fundit. Pyetja ime është shumë e thjeshtë, ju e keni konstatuar edhe vetë me siguri që duke qenë forcë e madhe jeni angazhuar. Ka një risi fatikisht këto zgjedhje, e cila është vota e diasporës që realizohet për herë të parë. Ju si opozitë keni ngulur dhe është realizuar si herë e parë me një pjesëmarrje goxha të kënaqshme të rristimit të diasporës. Nga interesimi që ju keni, nga kontaktet që ju keni, nga mënyra se si keni zhvilluar këto, a keni një pritshmëri për votën e diasporës? Vota e diasporës është një votë e cila vjen për herë të parë. Unë në fakt mendoj që vota e diasporës duhet bërë me kohë, sepse edhe ato kanë të drejtë përderisa janë kontributor në Durrës apo në Shqipëri, me anë të remitancave, me familjarët e tyre, duhet të ishte. Ndofta prisja edhe diçka më tepër, pavarësisht se jotoni që është shumë, se bëhet fjalë për disa parë. Befasi ishte. Unë besoj shumë që edhe Durrësi hyn këtë 3 qarqe që ka më shumë. Diaspora do të bëjë ndryshim. Të vetmi problem që kam tek vota e diasporës është ajo që quhet fshehtësia e votës. Po mendoni që do ketë abuzime? Kemi indicio që në këtë moment që
Por po se shkelur, kanë dalë ministra, kryetar bashkish, kanë bërë takime. Në këtë moment, përderisa e gjithë qeveria ishte në diasporë duke bërë vetë regjistrimin, siç kemi parë dhe pamjet filmike të deputetit Korçës, ministrit Partisë Socialiste kujtohet, dhe I ushtrisë. Jo të Korçës. Dolën dhe pamjet që i kishte bërë një dhe i regjistronte vetë njerëzit. Kuptohet që kemi parë dhe kryetaren e bashkisë Durrësit të gjithë që shkojnë në diasporë dhe kjo në fakt nuk është normale, se nuk mund të përdorësh të gjithë paratë e shtetit për të shkuar dhe për të bërë fushat dhe aq më tepër dhe për të bërë regjistrimin. Gjithsesi unë jam optimist sepse votat e diasporës do jenë në mazhorancë për opozitën. Dhe çfarë e kisha lënë jo pa qëllim pyetje të fundit. Rama po luar me një tezë në këtë fushat që po zotuar Partia Socialiste nuk do jemi pjesë e BE-s. Do doja një koment lidhur me këtë për ta mbyllur emisionin. Atëherë do më lejosh 2 minuta. Atëherë është një tezë e cila të duket një tezë tallse. Kam dëgjuar që thot pasaportë europiane. Të gjithë shqiptarët sot lëvizën të lirë që për vitin 2011 dhe për merit në fakt të qeverisë asaj kohe, Partisë Demokratike dhe Zoti Berisha. Të gjithë ne dalim në shtetin. Dhe kjo pasaportë europiane dhe në qoftë se nuk votojnë Zoti Ramën, ne do të kemi penalitete edhe përgjigjen më së miri dhe deleguara. Ku tha nuk ka fare lidhje se cila forcë, se rëndësishme është që të bëjmë detyrat. Dhe aq më tepër, jam i sigurt që Zoti Rama nuk ka kryer asnjë nga detyrat. Natyra të kujtohet që janë të 3 kapituj për të plotësuar që ne të bëhemi antar i BE-s. Nga të cilat qeveria Rama ka plotësuar nga 33, ka plotësuar vetëm 3. Janë 6 grup kapituj nga 5, pastaj të tjera. Dhe Zoti Rama më thot në 2 vite unë kam bërë 3 kapituj, në 4 do bëj 30. E pa realizueshme, do ta them unë, teknikisht, po edhe sikur. Kjo nuk varet thjesht nga kapituj. Varet dhe nga vullneti i forcave në 27 vendet të BE-s që pranojnë apo jo që të bëhesh. Sikur dhe një karton të jetë kundër, ju e dini shumë mirë që nuk bëhesh vend të BE-s. Dhe ju e dini shumë mirë që në këto vende, për Zotin Rama ka një rezolut në këto vende nga disa antarë të BE-s që Zoti Rama është një autokrat. Po mundet këto vende të BE-s të bëjnë antar të komunitetit të tyre një njeri të cilin e quajnë autokrat? Se ka 3 rezolutat të partive të djata. Dhe sot kemi disa parti të djata që janë pushtet në Europë. Dhe nuk ka asnjë shans. Dhe aq më tepër po ku shprehet që janë 1 miliard euro që do të humbi Shqipëria. Ti thua, po si ka mundësi të jesh ose të gënjesh kaq shumë, kaq hapur. Po mira, e din ai që gjithë qytetarët e dinë që neve nuk morëm asnjë euro nga fondet e IPARD-it për bujqësi për vitin 2024 kemi marrë 0 euro dhe Serbia mori 288 milion. Pse morëm 0 euro? Ose pse nuk morëm? Sepse është për qeshur, sepse ky gënjen pa ju dridhur qërpiku. Sepse je vend i korruptuar, të ka thënë me shkrim. Ju jeni të korruptuar, ne nuk ju japim 1 lek. Edhe ky mendon që do futet në BE duke qenë autokrat i korruptuar dhe do t'i japin 1 miliard euro, po ty nuk po t'japin as fondet e IPARD-it, që po i merr gjithë Ballkani. Dhe ta bëra krahasimin, Serbia mori 288, vetëm nga bujqësia. Ti nuk more asnjë cent. Po si mundet sot shqiptarët ta besojnë këtë njeri që në 12 vite vetëm i ka gënjur, i ka varfëruar, i ka humbur dinjitetin dhe mbi të gjitha i ka larguar nga shtëpitë e tyre. Po ai dëshmitar mërtur që ku shkon në zonat rurale, Rashbull, Katun, Tri, Ishëm, Mand, Sukth, e ke pa që s'kanë më banor? Që gjysma, më shumë se gjysma nuk janë në sot Shqipëri? Po ka gjë më plagë më të madhe që largosh trit? I kam thënë zotit dua këtu një fakt që është shumë të rënditës, duke qenë se Partia Agrare, jo vetëm se është pjesë e koalicionit me ju, por duke qenë çik më afër këtyre problemeve të ndjeshme bujqësisë, është frikshme fshatra ku nuk shef lop dhe fëmijëve duhet të çosh në qytet këtë tregu për të pa lop tani, se nuk fshat nuk ka lop. Është frikshme, Dhe unë jam shumë dakord me këtë, bëm pal, edhe pse nëse nuk më lejon pozicioni, po është një vërtetë e cila nuk mund të heshtësh.
Zare, unë falenderoj shumë që ishit Faleminderit me ju. mua sonde, që kënaqësi, I gatshëm edhe për gjithmonë. kohën që gjetë. Do kemi rast përsëri sepse fushata është e gjatë, kemi edhe 30 ditë përpara. Besoj që do jeni përsëri në emisionin. Të rrisin do jem këtu. Natën e mirë. Faleminderit.